tentoi të grabisë me armë zjarri bankën në Tiranë, arrestohet autori. Këtë të njëjtë një bankë e nivelit të dytë në Tiranë, Fibank, në zonën e ish-parkut të autobusëve është tentuar të grabitet me armë zjarri nga një person. Mësohet se autori identifikuar është Bardhyl Fusha dhe ka qelluar një herë me armë pasi në vend ngjarje është gjetur një gëzhoj. Autori mësohet se nuk ka arritur dot marrë lek pasi është neutralizuar nga efektivët e komisariatit numër 2. Bardhyl Fusha është vënë në pranga ndërsa në vend ngjarje ndodhen forca të shumta policore për të zbardhur dinamikën e ngjarjes.